Në qytetin e Korçës, ardhja e pranverës festohet sipas një tradite të hershme një natë përpara ditës së verës. Në lagje të ndryshme të qytetit, qytetarët ndezin zjarre rreth të cilave mblidhen familjar, të rinj dhe fëmijë për të festuar së bashku. Sipas traditës, zjarret simbolizojnë largimin e dimrit dhe ardhjen e ditëve të ngrohta e të gëzuara të pranverës. Rreth tyre krijohet një atmosferë festive, ku banorët kalojnë kohë së bashku, duke biseduar, duke kënduar dhe duke ruajtur një zakon që është trashëguar ndër breza. Në këtë fest nuk mungojnë as përgatitjet tradicionale të anvisave korçare. Në tryezat familjare vendosen kulaçi i ditës së verës, vezët e ziera me ngjyra të ndryshme, ëmbëlsira dhe gatime të tjera karakteristike të zonës. Fëmijët dhe të rriturit vendosin në duar edhe verore të përgatitura me petë të bardhë dhe të kuq, si simboli fatit të mirë dhe i një stine të mbar. Edhe sheshi i Liria në Durrës u pushtua nga njerëzit për të festuar ditën e verës me plot aktivitete. Në qytetin bregdetar të Vlorës u organizuan ekspozita me piktura, por edhe panaire me punimet e vogëlushve.